pare ti merr baba ma shumë. Se jam hala të baba. Nështë ta s'kum shku në shkollë me javë, me muj, për me ndimu babes tem diçka. Nështë ta kemi marru malltar bashkë me babin. S'kom qef me marrë vëmendje, qoftë nusja, qoftë me thonë këngëtarja, i zhvesh xixa prej që thojmë na prej ma e gishtave deri ma e krej. Që kom këndu shumë dhe në ora 2 natës, kona gjeq, s'm kishë ra. Ja nisi në ora 7, në Drenic për kresht. I ndroj, dikon ja 12 fustana, jo qika, jo nusja. Edhe ish në ora 2 natës, tash ashtë më reo, gati mu kry. Ja dhe një fustane kam, ja dhe një par 2.000, jo hajde, tash shko. Orinita, o lokumi me ara. Unë kure dëgjoj që të linë, sinqeresht një tam dridhen dur, të më kap një farë emocioni, dyqysh e du, më na jem shqiptar që to jenë kongë të mira, që to jenë kongë tonat, na jem si familja dhe të pësijat ka eri kabe. Nan Zahide, nane madhe, djem ti linde luftetare, linde Hamzën dhe Ademin këta heroj të tokës tonamtare. Po ju asi talvaje me knu Mercedesin e me agnu gumat ato, sene që shqiptarët jo nuk e pëlqej ato asë me asë njëherë. So që kom këndu nëherë në lokalet natës, nuk e pëlqej, nuk e di pse. Je ma e bukura në këtë bot, o për ty som të qaj këtë got. Sigurisht për epopej gjithmonë jam, në Drenic nuk shkoj absolut askënd, me ma dhonë krejt shtoj botën. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun me i thur kang. I kom kunadat shumë mira, kur ka nuar nuse, baba ju ka thonë del në së cilin familjen e juve, mbanesa, po nuk po pranojnë me dalë. Qesen edhe kunatat e mija qaj, po besom një që ka njerë, ju thamë kunatat mija qesu në qaj se spritaj. Kudo që martona, së kam problem, as bukën, as qajën, as fshisën, jam me gaqë. Elona është tapë muzikën, profesione tjera, kuzhinën e kam të parën, kështë. Unë pëlqen me pregadit, je thirë në komplet me stafin. Hej, nga të ropoja në berish, vjeni një kongë malësie, dhe nga zemra Shqipinis nan, vjen reze lirie. Një marsh luftë me shumë trima, që shumë nga pashtriku, vjen Tahirin nga të ropoja, ndor automatikun. Ka marrë vlazën me sin tuj, ndigjoni një herë, s'mund të dalë para ushtarve, pa ma dhani nder. Du me pasim punën pushka, e drejtu me në shka. Hej, du me pa, mund të reshtohem me ju kra për kra. E tash ku më ngumu mas kësaj. Kështu që përshëndetje miq të Gazetës Zemrës, se të podcastit tu po të buk, mirë se po takohemi edhe në këtë javë. Kështu që është emër që nuk besoj që ka nevojë për prezantim, po për prezantojnë sot me mu bashkë në studio Arlinda Drogaj. Përveç tjerash, bashkëvendose emja. Përshëndetje! Përshëndetje Nita, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Edhe për mua është kënaqësi, mas pari me të knu, e tani më bëu llaf me ty bashkë. Se s'është intervistë, po është tamam muhabet me ty. Patjetër që po, do të mundohem të jem vetja. Po, ti vetja je gjithë, kështu që më thuj që je më konë vetja. Si fillim as e nisëm me këngë, po du me nejt njëherë të që ke këngë Arlind. Se e dina që momentin që e ke knute bëllë kom virale, po bu hala ma shumë virale, dhe po ndoke që ka kalu pak si më kone jotja. Tash njerëz mendojnë që është kënga jote. Në fakt, kënga s'është e imja, sepse kam cekjo disa intervistat e tjera. Kënga është e zotri Halit Gashit, që e kom falenderu shumë herë, që më ka jep mundësinë me këndu. Po, nështë unë e femën pak kom veç tërqet me gërsheta edhe zoni, edhe nështë jam vequ pak ma shumë edhe sigurisht që është dëgju nështë ma shumë. Ka ardhë ideja që me knu të qëtë këngë? E kom darë si këngë, sepse këtë këngë mendoj që e din gjithë, edhe generatat e reja, edhe po baba jam më ka shti me knu këtë këngë edhe merë mundësia, e këndova, jam shumë e lumtur që e kom këndu, edhe këndoj vazhdimisht. So shpesh e nëzëm vetën të e kënu? Po, si në makinë, si diçka të pregadit, se zakonisht e këndoj.
E përmende që baba, sa ka qef baba kush një tuk nuk së këngë patriotike, pavarësisht që veç e dina që dhe babën e ki këngëtar, rjedh për një familje këngëtarësh. Unë e rjedhi për një familje ku është kultivu muzika Amerikës Shqipe, ku është kultivu folklore, të fillu prej agjës, sigurisht prej babe, se baba nga ka mësu ma shumë nështë ta me hy në këtë pjesë, po është në diçka që e du edhe më flanë, se nuk do me thonë që nëse e rritë edhe një familje pa tjetër me këndu, po më pëlqen, edhe pse jam vajzë, nështë ta jem gjenerat ma e rej, po më pëlqen me këndu, pse jo. Normal që muzikën do të me pas edhe talent për mja njës me bo. Ti besoj që e ke pas edhe prej vogël, pa e manë men vetën kur ke fillu kështu me knu, ose kur i kone vogël atë kanë shti me knu ka shpia, po më interesant. Po, edhe ka shpia, po në shkolla, ditat shkollës, diçka kështu, s'kom pas shumë dëshirë me këndu, po baba më ka shti me këndu, se të e pa talentin edhe, unë tani tu rrit nështë ta edhe si adoleshente, e kom di që di me këndu, po nuk isha shumë dëshirë, të thëmë të drejtën. Kisha qëtë gazetarinë si te. A një të shëmurë shambull si te. Po më ndej të pa të ba. Ka dalë u bu. Ka dalë, jo, më hinin qefe edhe në shta pak ajo pjesa që familja dhe më ndej e mora me një seriozitet kështu. Tash po shkon shumë mirë, po këndojmë bashkë me familjen, edhe kongë patriotike, edhe ndarsma. Evenimente, do me thonë, të rëndësishme, kështu që... Më po më intereson me ti se e përmend edhe për familjes, po cila o konjera e parë që e ke fillu me një kongë kështu të tamën edhe që ato fjallë të babës tam, po më interesojnë se që është dindi me dalje me knu. E kom thonë dikon tjetër, ka thonë nëse nuk këndon dina shumë keq, edhe një fjallë shumë atron që nështë ta specejko sepse emocionona, edhe kom thonë babës tam që ka do që vjenu, në kom e këndu s'ka me lo muzikën në asë një moment, edhe nuk kam me lonë, kështu që... tash po vazhdoj. Qysh ndihet ashaj që ti je të e vazhdu rrugtimin? Mirë shumë, më përkra, më ka përkra gjithë kohës, më ka bë kongë edhe kur s'kom dasht. Kështu që njihet, nështë ta, sigurisht ka kritika, sepse baba gjithmonë t'jap kritika dhe t'jap për të mirë, po mundona me shku rrugës të mirë edhe kështu që nështë ta nuk jemi keq. Që sa kohë bua Arlind që kënojnë? Baja gë shumë, po... nështë edhe si eri, edhe si adoleshente, po nështë këto viteve të fundit që jemi hyrë dhe ndasma dhe kështë ka vite. E përmend edhe pjesën e dasmave, po ndasma, qysh po shkon, apo shkon me babën apo shkon vetë? Ja, unë shkoj veç me babën o me vllaun, nuk shkoj me askën tjetër, jo pse, diçka nështë ta jam mësu me këtë rahati, e kom familjen, jemi gjithë orkester, pse më shku me tjetër kanë, kështu që jam shumë mirë. Qysh është me shku ndarë, së me kënu me babën edhe me vllaun, se diqysh, pas kjo pjesa familjare, diqysh a edhin që thonë me tonin, veç biznes mos banë, po të veç me tutë. Paret ti merë baba ma shumë, se jam hala të baba, por e kemi gjithë një, normal, e kemi një rahati që thash, edhe sigurisht na jemi fmit, e ngojmë babën, edhe ka shku gjithë shka mirë, është të shku gjithë shka mirë, kështu që është nështë ajo ma e mira që je familje dhe i ki gjitha, kështu që nështë pse më shku me dikën tjetër me këndu. Unë të një pak edhe prej afër edhe e di pak historinë tone, kështu që po më intereson me ditë si fëmija ma i madh, historinë tone pak a shumë me na tregu diçka? Unë jam fëmija ma i madh, jemi 6 fëmijë, jemi 4 motra 2 vëllezër, unë jam fëmija i 10 vite dikon që s'kam pas prindë e mi fëmijë. Jam pak ai fëmija edhe që i ke dhe djallë në familje, kam qenë kështu, edhe e kom pas një fëmiri të mirë, nështë prindë e mi nështë edhe si kam pas kushtet, po na kanë shkollu, na kanë najtë shumë gati, kështu që mendoj që e kom pas një fëmiri të mirë, edhe mundona me au këthy prindëve me të mirë, me gjana të mira, nështë jo me gjana materiale, po me gjana të mira, me edukat, me sjellje, me karrierë, sukses, me kështu që mendoj që është më e mira për prind. Ti e përmend edhe vetë që je kon fëmija i madh dhe je kon edhe djalë dhe çik për ta. Po çka kujton Arlinda për asaj kohe, nështë tani diçka që edhe baba ta përmend sot, diçka që ke buti për ta se nuk po du me ta kallëzu se çka më kallëzove mua, kështu që më mirë kallëzoj vetë. Po nështë i kom ndihmu dhe punë fizike, pse jo? Me punu në shpitane, me punu në dashëm është diçka mirë edhe nuk është diçka që kam komplekse. Nështë edhe s'kom shku në shkollë me javë, me muj, për me ndimu babës tem diçka. Në shpe, pse jo? Qka i ka ndimu Arlinda babës që ta përmen, kështu se a ke baba babar, kur i gjinë në shafër? Punë fizike, se jam edhe një farë burneshe, kështu me këqyr, Po, i kom ndimu, nëse ka pas nevoj diçka, nështë kemi marru maltar bashkë me babin, kemi bo diçka në shpe atë, i kom ndimu, se
në përgjithësi diçka punë burrave kështu i kom ndihmu pse jo, se jam kon fëmijë më i madh. Edhe me patjetër që dhaj një jetë krenar, po te një jetë krenar për veten që ke gjinë afër gjithë kohës. Masi që fillova me muzikën, na fillova me lënë pak anash, nashta se prej angazhimeve të shumta dhe të mos pas kohë nashta për familje, për këtë po do më të pyet sa arrin me ndo kohën edhe me familjen edhe me muzikën, me pas një kohë. Po mirë, zakonisht verës jemi pak nxonën kështu se jemi me dasma pothuajse krejt verën, nashta atëherë në momentam nuk e shoh me javë sepse unë kur vi vonë flejtën, mandej kështu po tash ka ma kohë, dimri, vjeshta këto pak ma punën e kom lanë pak që kom punu si ekonomiste, e kom lanë për momentin anash, nuk jem të punu edhe kështu që i përkushtona ma shumë muzikës. E përmendë që e ke lënë punën, po tash përvjen që e ke lënë punën për muzikë. Qysh është me lënë një punë tjetër për me vazhdu me muzikë, ashtë që një muzika. Po e kom lënë sepse muzika tash do të me folë, do në zemër muzika sjell tarlar të mira. Edhe nuk më isha me punu me një zyre të tore dhe nështë me kënu isha pak e kufizume, pa gjë me kështu për momentin e kom lanë tani të shofin, nështë punoj prapë. Po më interesant që ke ndo kohën që atë kohë se e kon të e bo dhe një pun tjetër, po edhe të mirë me muzikë. Valla, kom punu, kam shku, bilen atë kohë dhe s'kom pas as makinë time. Prej Stogët në Prishtinë me utu, jam që unë ora 5, me nëzon autobusin, me mbri në ora 8 në punë, më bogati, në fakt. Edhe më ndaj kom punu dhe në ora 4, deri sa kom shku, nështë edhe kom përgatitur që jem diçka, jam shku kom bogati dhe jem shku ndarësëm. Do më thonë, i kom pas këto obligime, po ja kom dalë. E nështë atash pak ma si se fa, po më e kom lanë për këtë arsye. A i mësu pak se dyqysh është me i tash me një farë komfort zona, ashtu të e bo veç punën si këngëtare dhe pa i pas një pun tjetër, po qysh po një është kur s'po ki qka me bo gjatë ditës? Mirë, po flejnë është ta pak ma shumë dimrit, në fakt, sepse unë mirë edhe pak me sport, vrapojnë më njës, po e kom edhe pasion kuzhinën, se dinitat kom tregu, kështu që edhe pregaditi edhe përgjithsi, po mirë, qëtash po jem shumë dyqysh qetu, knoqa. E përmene punën e kuzhinës, tu që dyqysh po me nëzirë pytet, po më kalon për temen tem, dyqysh po ma lanë, unë me qelë një tem për qelë vetë, kështu që ta mënë edhe gazetare, pas ke mujtë më konë. Po. E kom pëlqyt tash, po nështë ta pak babet e kemi më dërgu në shkollë të muzikës si vllazët edhe motrat e tjera. Unë s'prana isha, s'kisha qef. Edhe më ndej meta asanej asknej, edhe vazhdova për ekonomi, po mirë. Nështë ta së zhvonë, nështë ta punojmë bashkë si mirë. E përmene punën e kuzhinës, po për një artist dhe qysh është e pa mundur na që i shohë me thonë që hajtë se mundet me bo dhe një diçka tjetër. Sa ja thuka kuzhina, se e përmene që dhe me bo? Gjithë shka di me pregadit, e kam shumë pasion, është ta prej, e lonë është ta muzikën, profesione tjera, e kuzhinën e kam të parën, kështu. Unë pëlqen me pregadit, je e thirë në komplet me stafit. Nëse do në shkojmë në katon, që si në flia, nëse do në diçka moderne, shkojmë një stok, kështu që pa problem. E mbaj fjallën. Që e përmene dhe pjesën në një stokët, më thotë të një farë mikse. A e ki kështu e shkrujtë e fort, Arlind? Jo, tashune jom lindë në Drenit, po jom rritë në Dugagjën, një stok, kështu që ju kom përshtat, sepse ona Dugagjinit jem shumë të mirë, shumë të butë, nuk është që e kanë krytë e forë, kështu që nuk më doket. Na i namësu me i po këngëtare gjithmonë të kurume, gjithmonë dukne mirë, para kamerës, kështu, sa është e fështirë me bo qëtë pjesë? Po mirë është më do bukur, me majtë vetën, më do pastër e kretë, po nështë ajo me të pru. Nështë është më mirë, me majtë vetën pak ma pastër, më do pak ma thjesht, e me folë mirë, se sa me kushtu shumë rëndësi pamjes. Sa me nën që i kushtojnë ditë sot ditë? Ma shumë rëndësi pamjes, nashë sa që apo flasim e që apo bojna? Mendoj që nështë ta harrojnë këtë që kanë me folë, vish për më do bukur para kamerës. Unë nuk e kam atë kompleks, nuk e kam atë problem, me rëndësi është tash me folë diçka mirë, diçka që ja vlenë, se sa nështë ta më do bukur. Sa i kështon pra Linda rëndësi kësaj pjesë, në qofë paraqitje dikon, në qofë nëse veç del me jetë, ose veç del dikon me në intervjist diçka? Nështë ta pak ma thjesht, po di nëse tem ke pa, unë edhe ndarës ma shkoj shumë thjesht, nështë ta sot që ka marrë këto, nuk më dona shumë me exageru, kështu që s'kam qef me marrë vëmendje, qoftë nusja, qoftë me thonë këngëtarja, i zhvesh dzidza prej, që thojmë na prej ma e gishtave deri ma e krej, kështu që më ndona me konë sa ma e thjesht edhe me këndu mirë, me bo atmosferë, dasmë. Nështë ta ka një heri kushtë rëndësi dukjes me dalë me shoqe pak ma shumë, sepse po dalë për qef, edhe po ju asë njerë me atë e pru. Tash të ke pjesa për më duk bukur, normal sot ditë edhe është e kushtushme. Po sa je dhone mas ty në sene vëti? Jo shumë, jo.
jam shumë normale me standardet të Kosovës, që shikena, nëse ka të lipare, shumë e thjesht, shumë s'po di, gjanat e thjeshta, nuk është që shkoj me egzageru absolutisht. Të që pjesa e luksit, e veshjeve, kështu nashta, cili shkoni diçka që kështë thonë vajza vtreja, se nashta me në qëtë pikë që jena të e folë, ma shumë nashta gjenerata e reja në dhënër mas që ty në sene, si sa gjenerata, s'po du me thonë asemja se jutja. Shumë e vërtet, shumë pyetje me vend, sepse une nuk jemi në asë kushit të paragjykojmë, sepse kanë prende dhe kanë. Po, vajzat e reja mu seriozisht po më çuditim pse një vajzë 18-20 vjet nështë ta shkon bën senet ndryshme, si në fytyrë, si në trup, edhe ajo është e bukur vetë, që ka falë Zoti, nështë ta egzageron. Sigurisht edhe me pamjen tani mandeja po duket si mi pas 35-6 vjet ose abden shumë, po më duket e tepërt. Edhe në pikë ditës edhe mu më duket shumë e tepërt, tash unë japim mendimin tem. Po prap se prap ne si jemi askush të gjykojmë, po më duket shumë e tepërt. Një vajzë e re me bo veten ashtu, me egzageru, më duket shumë e tepërt. Sa është Arlinda pro se kundër tyre ndërhyrjeve estetike, masi që henëm që knejka këto të rejat? Gjithkush ka drejt me bo qa donë me jetën e vetë, me gjitha, po nështë edhe një më do bukur, po jo me tepru. Sepse mendoj që femnat e Kosovës, shqiptare në përgjithësi, jemi raca me e bukur në botë, mendoj ashtu. Kështu që pse me egzageru shumë vetën. Po okej, nëse kuro është pak ose diçka, po jo mja të prunita, sepse s'py ka shumë hije, nuk e di, une nështë ta për vetë nuk kam nëjë diçka, po s'po tham tash si djetë jetës, po nuk jam shumë edhane pas ty në seneve. Na po të me qëndru pak të qare pjesa e muzikës normale pa tjetër, edhe nuk kam qare pa u lidhë të veçat tradicionale, të traditat që kena na dhe të doke shumë pro këtyne. Kështu që, po më intereso me dit, a kime bodhën a i kongë që kemo veç me veçat tradicionale, atë kena me të pa ndryshe? Po, për momentin jam të i bo disa poturi dasmave, me defa me kështu, që kanë me dalë së shpejti. E mandej një kongë me babin veç të e përfundu, po do t'i veshe sigurisht veshen e Drenicës, nështë do t'i veshe edhe tishqit, sepse kom cek edhe ma herët, që aja kongë është bia babes shot Galica, e kemi një kongë për bashkët, do t'i veshe pa tjetër. Këse të isha darës ma se ty t'bja me po nuse, po ti për veti sa i kisha veshe? Jo, nuk pa hi me folë për nuse, na. Nuk është që i veshe, nëse po me ndonë di mija këto. Po. Nuk është që i veshe, si kom vesh në i herë, po nëse martona për qef dikuj në abjera, sa duk pa tjetër i veshe. I kishe vesh për qa? Kështu të pëlqenjë edhe vetë? Më pëlqenjë, daloma më pëlqenjë ma shumë. Se qajo ma shumë të? Se di qajo më duket pak ma e bukur, për sy, dhe është asë di... Ty t'bja me kona të pjesa kanalgjishave normal, me pa tjetër, apo më kalëzën pak që shkën, dhe që sa është e fështirë, se më duket ma e fështirë është me bu një kanalgjet, që një dashtë. Edhe është me edhemshme dhe ma emocionale. Edhe për mu është ma munim me knu pak në kanalgjet, sepse janë të pjesë, është shumë edhemshme, nështë ta janë disa kongë, jo me kajt, jo kështu, edhe më vjen pak ma ranë në kanalgjet me knu. E mon men është ta kanalgjishin e parë që e konë? Po më duket po një stëgë. Nëse s'ka bëj, po e kom majtë men, edhe kom kajt. Kom kajt edhe nëse, su zakonisht gjithmonë shkoj me babën tam, edhe kur kthejna ka njerë mrapa, në shë babën tam të kajt. Sepse emocionohet edhe aj, se ke din që një ditë ka me shku. Edhe është një pjesë një me që të shtin me kajt. Sa je afer me shkuna i ka, se po ndokët krejtjen mjekanizmet tona po shkojnë. Po e presim kismeti. Si krejt. Të pjesa kanalgjigjave normal është kjo pjesa që emocionohet edhe vajza, edhe artisti, edhe krejtë rejthi që janë aty. Po a ka në rast interesant që të ka ndonë për kanalgjigja nëjse? Ose e a ke knuna i kanë gabim, ose a ke knuna i kanë që se dash me knu, ose kanë kërkesa, ose kanë kërkesa flojlojshme, besoj. Jo, jam shumë e përpekt një ta në kongë, edhe nështë ta një kongë nuk e knoj nëse nuk e di, krejt, ose abden jam shumë e përpekt, mundona sa ma shumë me qenë ma korrekt, po tash nuk di, në di qka ma... s'po më kujtohet, se di. Verën e kalume nështë ta që kom këndu shumë dhe në ora 2 natës këna gjeq, s'u më kishë ra. Ja nisi në ora 7, në Drenic për kresht. Na. Edhe i ndroj, diko një 12 fustana, jo qika, jo nusja. Edhe ish në ora 2 natës, tash ashtë më reo, gati më kryse, ti shko dasëm, okej, dasëm a vazhdan, dheri mas njave, 2 ka mundësi. Edhe kisha me shkut nesrit në Malzin darsëm, kështu që
Tash më ra gati mu kry, ja dhe një fustane kam, ja dhe një pardimia, jo hajde, tash më do pak e tepër, po, okej, kalu Sa mirë. është e vështirë si këngëtare me ju knu qikave në Kanaxhegje, ose që shtu të pas parasysh një ditë kemi shkuat e vetë. Është vështirë. Sa e ndjen ashtu, sa bashkë ndjen me tu? Unë e kom profesion, kom e gëndu, pa për vete nuk e pëlqej heq, me bu Kanaxhegje gjas kur gjoheq, kështu që se di, sërë që më pëlqen shumë për vete, se ndjej heq. Se për vetës kishe Se bu? di, së më pëlqen, nuk e di, por nështë ta do të me vo për hatër të prendve. Kanë qef ata? Ata përmenin kështu në Po, herë? vetë që na, tash se po flas, ane ona Dugagjinit i bojnë gra dhe burra bashk. Jo veç... Jo të ndame. Po, jo të ndame, kështu që e di që kur do që bot, ka më bo gra dhe burra dhe ka më bo mbrëmje, jo ditër. Jo se nëzat ditër, është kështu nëzat Jo, që me zë me bu. jam sezona është kështu s'kam kohë. A kishe knu vetet në Kanaxhegje Arlit? Jo. Ose edhe ndoshtë, Nështë tani se tash kam u kisha bo- mujt me e kinu, po jo, kështu jo. Jo. E që tash ana i kishe knu në e kongë të Kanaxhegjit? Edhe pse ka kalu sezona, dyqysh po hajtë, se këto kongë t'jon gjithë enë që kur do që i ngonë? Me i kom, këse për me kajta, mal, mësë më Pas të skojna. Veç nëse kënoj nitën. Jo, vëllaj mu, jo, se unë si kam rënë, dhe më së bëjani. Nuk po di, të qysh po ki qef. Qëfar e dushte, kap në nuse tjetër, më së më kënani mu, se më kanë knu një herë. Kënoj ty, po ta kënoj nita lëkume me arra, ma. Pi për shtatët nitës. Okej. Ori nita, o lokumi me arra. Lokumi me arra, o. Qa ka nusën ma halëton, ti je Hajde, më ma shplok. e para. Ti je ma e para, o. Ja, pëtar? O shpres si këllash me brëmet knu. Qa pa qikan ma halëton. Po ta një lavak me bo nuse. Dhe në kismet të këqyrim që po bojt. Po ty Arlin kështë do me të knu Kanaxhegj. Sti, do gjemë dhe në një këngëtar, kemi kolegë, shoqëni të mirë, kështu që në një këngëtar që këna ta manë mirë. Unë e di që vllazni një kitë martun pak i knu ndasht mos në Kanaxhegj aty tyne. Po të dëve kom këndu, edhe pse kem pas edhe këngëtar, po në shtatë pjesën ma shumë kom kënduane. Kishin qef. Po, ish pak e vështirë sepse merru me musafer, merru me gjanat ndryshme në shtatë, sepse jam edhe madhe edhe di pak përafërsisht që shkojnë dasmat, sepse na i bojmë organizime dasmave, dasma tjera që shkojnë. Ish pak e vështirë. Këno për vllahun, këno për nusen, nga me musafer nga atje, po mirë. Mirë kem kalu. Normal, lidhet veçanta janë në gjithë se cilën familje, ti edhe sa në rame nejtë para intervjisës, i përmene shumë kunatat e tua, i përmene shumë vllaznin e tu, për shfar lidhe ka Arianita, i thash vete, ta Linda, ti ka du me thajnë, me kunatat e veta. Shumë, e kaloj shumë mirë, në Tregova na jetojmë gjithë bashkë, jemi familje shumë e madhe. Edhe i kom kunatat shumë të mira, janë vajzat mira, janë shumë të shkollume, janë shumë të artikulume, janë prej familjes të mirë, kështu që kemi një raport shumë të mirë, edhe pse kur ka nuar nuse, baba ju ka thonë del në së cilin familjen e juve, mbanesa, po nuk po pranojnë me dalë, e kanë gjithë ratin shumë të mirë, kështu që e kalojmë fantazi. Unë e përdu me të pytë, sa ja ke pa harin muzikës, ose sa ja shë njëri harin muzikës, normal, nëse ka zo, se nëse s'ka zo, veç me shku me kënu playback, nuk besoj që ja shojnë harin, po kështu. Nështë po dhez me playback, me do gjona, me do skandale, me do kështu, po mendoj që do të me pas zo për me këndu, edhe me majt atë ritmin, po mendoj karrierës, edhe kur ki zo, mosu të tas njëherë, kështu që ka këngëtarë që kanë këndu me playback, nështë ta kanë këndu një vetë dy i ka dhez një kongë, po së nështë ta si janë kërkon, kështu që unë nuk vuj pres asaj pjesës me pas famës, se me pas diçka, e kam zanin, dikush që më dëgjon dasë më thirr, edhe një dasë më shkoj, që të më dalin 2 dasma, 3, kështu që jam shumë mirë, jam shumë rehat. Dasma balë s'vuj. Nuk vuj për dasma. Jo. Sa është e vështirë me depërtu në muzikën në Kosovë, të pas parasysh që për na bjeme përmenë shpesh se ka shumë artista në Kosovë. Ti për shumë këngëtarë jënë bu, nështë ta gazetarë dhe këngëtarë ka mas shumë të Kosova. Fizika. Po du me ditë, sa është e vështirë nështë ta me depërtu? Është shumë vështirë, një ta se mendoj që nuk vlerësohen artistat e vërtet, ata që këndojnë mirë edhe ata që këndojnë këngë të mira, këngë taman të mirë fillta që shkanë këndu për para këngëtarët. Sot është rëndësishme, nështë më shumë zhveshja, më shumë paraqitja, që përmendën nëjë skandal, nëjë diçka, edhe është vështirë, nështë edhe për mu ka qenë vështirë, po une do t'ja arri ka dale, po do t'ja arri vetë.
me zanin që e kam, jo përmes diçka tjetër. Kështu që ka, mendoj, edhe artista edhe ka që janë në shtëpi, që ndoshta s'kan mundësi, s'kan qysh me hec. Po nuk do të më dorëzoa asnjëherë se vjen që ajo drita e gjelbër që patjetër ki me hec. Mu po më intereson me ditë pse asnjë bashkëpunim, pse nuk po bën Alinda bashkëpunime. Nuk ka mundësi me bu bashkëpunime dhe është që më kam ftu plot këngëtar edhe me emër edhe plot, po nuk e di, po kam qef me ndërtu karrierën vetë. Nështë pak të njohin ma shumë për vokalin që e kam edhe patjetër që do të bëj bashkëpunim, po do të bëj bashkëpunim me këngëtar të mirë. Për shembull, me këngë kishe bo bashkëpunim? Mirë Shaqirin, jam rrit me këngë tina, unë e dëgjoj shumë muzikën e tij, nështë sigurisht kur të Feza ka këngëtar të mirë, po dhe këngëtar të ri, po që këndojnë mirë, si në Vllasalio, po flas më shumë nështë për këta këngëtar që janë shumë vite në skenë, po dhe këngëtar të ri që kanë zotë mirë, kështu në përgjithësi. E përmene Ilirin të parë, një këngë të Ilirit? A din qysh, nuk po muna pa shti me knu, dëqysh, po më do këtë se ma mirë po shkon të knu. Po s'po di se ka shumë këngë të mira Iliri, kështu që... Njo që ngën ti për vete, mos e kna për neve. S'po di, se krejt mira, i ka, edhe qysh s'po di, se kom veç una një që me gëndu valajnë. Se me gëndu këngë të Ilirit të emocionona. Okej, na nuk po të emocionojna, nuk po shina me kënu këngë të Ilirit, po të patriotike gjithçysh do të me nejtë. S'kena qare pa nejtë që pjesë e këngëve. Kështu që ti, po më do këtë ma shumë njihesht ka që pjesa patriotike e këngëve, sa që ti e ke bo dhe një këngë për familjen Jashari, për nënën Zahidet. Kështu që kisha dash me qëndru pak të që pjesë. Po, e kum lansu këtë këngë dhe jam shumë e lumtur që më ka mundësia me lansu, sepse ndoshta ka kënu dikush, e ka përmend, po unë e kom këndu prej fillimit deri në fund, ja kom kushtu, më thonë, komplet në Zahide, që e falenderoj shumë, kisha me thonë, kompozitorin e madhë Naim Gjoshin, autorin e madhë Naim Gjoshin që më ka shkru një tekst të tille dhe Fatos Canollin që më ka bërë organizimin, kështu që ka dalë një këngë e mirë, sepse ajo është këngë shumë e veçantë. Jam shumë e lumtur që e kom këndu. Kështu që na për Ilirin nuk të ngocëm, se nuk po dëna me të emocionu, nuk është qëllimi mu emocionu, kështu që nashta që të këngë... Nashta vjen mundësia e këndojmë me Ilirin bashkë. Po, kurse dhije, të bëni një këngë bashkë. Po. Kështu që pse jo me kënu këngën për nënën Zahide, masi veç është këngë jotja dhe ke bu vetë edhe veç e përmenë, se qysh edhe kanë dalë ajo këngë që ka përfundimi saj, kështu që pse mos më ndëgju edhe na. Nan Zahide, nan e madhe, djem ti linde luftetare, linde Hamzën dhe Ademin, këta heroj të tokës tonamtare. Nan Zahide, nan shqiptare, djem të tu i nisën male, dhe ju dhe bekim në nanës për lirin e shtrejtë kosovare. Fredish pak Alind. Alind që është me kënu që si këngë shtë qysh. A di se na për në mes është s'kina pas femna që kanë kënu patriotike, po di qysh generatat e reja me vazhdu me majt me kënu halja qysh është? është mirë, është emocion, sepse unë kure dëgjoj që të linë, sinqerisht një ta më dridhen dur, të më kap një farë emocioni, dëqysh më flen shumë, që e thash ma herët, më flen kjo muzike dhe e du, më na jem shqiptar, që të jenë këngë të mira, që të jenë këngë tonat, edhe është një diçka që nuk do të me i harru, do të me i këndu vazhdimisht, këngë për heroj tanë, do më thonë të jenë këngë, mendoj që jenë këngë me vlera mas shumë të jenë. E përmend të Qiftelin, a e ke provu në herë? Po. A din me po, ka pa Qiftelin? Po, pak. A ka dikush në familje Po, t'juja? kemi, sepse në familjen tonë kemi pothuajse gjitha instrumentet, qoftë piano, qifteli, violin, kitare, se ma orkestrën, sinta e këto krejt. Me qenë se une kam familjen gjithë janë muzikanta, 2 vëllezër i kam arsimtar të muzikës, 2 motra kanë kry shkollën e muzikës, prej shkollës të deri edhe masterin, kështu që na jema si familja dhe tepsijat ka eri kave. Kur vjen ai musafir. Çfarë si u dalin, a? Po, kur vjen ai musafir edhe nai tepsi, nai diçka me bë atmosferë. Mos më thoj që të bjem me qit çaj. Po, qes. Kur të vinë musafir. Qes, po. Qes, thash që... Shërbeti ma e madhja me qit çaj. Nuk e kam problem, qesën edhe konatat e mia çaj, po besom në që kanë njerë tham konatat mia qes unë çaj se spritoj.
Kështu që ti nuk e pas ke problem sa këtë pjesën, jo. nëse martohesh ka vështirësi anina. Jo, se kam problem kudo që martona, se kam problem. As bukën, as qajën, as fshisën, jam me daqë. Alinda kështë marrë burrin këngëtar. Se po tu me kalu pak të që... A përka e dyshush kështë të të marrë më të mirë dhe i qëtash edhe? Që tash po të vedi kështë të sene? Se diz, besoj, nështë nuk e di, nuk po thamë kur gjo se jetës, nuk e di se ma ndej dal keq me fjallë, po nuk është që e kom menu, nuk është që e kom pas në preferencë me marrë burrin këngëtar, nështë ma shumë si ekonomista më pëlqenjë, s'po di. Profesionin që kom studiu ta më kështë. Ta më në profesion. Se më ma zotni edhe qysh senet ekonomia vetë bënë nështë për këngëtar, nuk e di se kom mendu. Qysh e menon që të pjesën e artistave, dyqysh se normal më kon femën, më kon artiste, normal që më kon e bukur nuk kanë qare dhe ata pa të shkrujt në herë, po sa sot ka ndodhë kjo, nështë ta me dikosh për artistave me dash diçka me ty me pas. Ka ndodhë që kanë shkrujt, po nështë ta kanë shkrujt mënyrë të mirë dhe jo nështë ta me nëjë tendencë diçka, sepse do të me këshyr pak edhe karakterin edhe pamjen e qasoj vajzë ose diçka, kështu që jo veç hajtë t'i shkruj se do të më matë pak me shkruj. A menon që tutëm pak me shkruj? Jo, më tutëm nuk e di, ka njerë, nështë ta e komendu që t'pjesë po pse, qysh po dogna ty? Jo, mu po më dogu shumë qetë, shumë mirë. Nështë ta dikush me ndonë se dogna pak me eronë, po jo, se di, se nështë ta dikush tutet. Ma hajsenëm të kjo pjesë të martesës, unë edhe në fillim një herë veta për veshës tradicionale e kështu, tha që i kishe vesh. Dimi e le kështu se duke në trana me majtë, po për qëta që janë trana kështu? Jo, kisha vesh, pa problem, bashkë me pa vetën që shpo dalë, si nusë. Me marë mikrofone dhe me kjo me dimi. Para mendo me bo që të se ka bo kërkush. Po, se kësha pas problem. Jo, s'kam problem. Arlin ti e bën edhe këtë pjesën e baladave, do më thonë kënën edhe balada, lloj të muzikës, do më thonë duket nuk ka lloj muzikës që ti nuk e kënën pas tallava nuk të komni. Tallava, se di, nuk është, tash po lypin shumë këtë tallava, nështë ta naj konga ty këtu, po jo asi tallava je me knu Mercedesin e me agnu gumat ato, sene që shqiptarët jo, nuk e pëlqej ato asë kënu asë njëherë. Cilin lloj të muzikës nuk e kështë kënu asë njëherë? S'po di, nështë ta qëto shumë tallava, se s'po di, nuk po mu i mu shprejnat, nuk është e karakterit tem. Edhe nuk po di, gjitha zhandret tjera, nështë ta i këndoj, nështë ta dhe rap e këto së kësha këndu. Okej. Të më asë repinjohet, tallava rap kur qysh. Dishka jo, tallava kështu në atë kuptimin, se nështë ta dhe s'po di me thonë mirë, sepse po lypin kanë kështu si janë si ndasma për shembull ti do të pak më përshtat se e lyp një këngë ose kështu, po e thash edhe një herë në atë kuptimin që po kënojnë shumë tallava, shumë tu recitu, s'po di ç'është me ta shpjegu, se nështë s'po di mirë me thon, çat pjesë nuk e pëlqej hiç. E përmendet që ka kërkesa të lloj-llojshme edhe në përdorshme, kështu do të thonë ka ndonjë kërkesë që u kon e çuditshme edhe për ty, për ndaj muzikë ose një diçka. Po, nështë për shembull ka pas këngë që më kanë lyp X këngëtarit, s'u di më përmend emrin, që kënon edhe rap edhe përzi, e do se në qatë kongë nështë asë më i me kënu, nështë ta më i dyqysh me përzi, po së më shkan. Cila u këngë që ta kanë li, po më interesante që s'ka mujtë Arlinda me kënu i ka thoni jo. Këngëtarit Golden G, për shambull, më kanë lyp këngë Tina, o vëlloj në ja i së më i me kënu. S'po di. Nuk mu i me bonë ato. Nështë ta po, ose një diçka tjetër, ose diçka që nuk shkan atë, nuk shkan. Normal këngëtarët ditëve të sotit po kënojnë edhe në përmbramje muzikore të ndryshme, qoftë në për kafeteri ose në vende ndryshme, nuk është që të kena pa në herë, pse ju? S'm ke pa edhe se di, tash nuk po tham kur zjo, po nuk është që e pëlqej shumë e këndu. Kom pas, dhe më thonë oferta edhe vazhdimisht të më shkrujnë, po s'është që kom këndu në herë në lokalet natës, nuk e pëlqej, nuk e di pse, s'm jap diçka ndohet, se di. Kështu që kam das ma bëllë e mirë. Me pas njëri një arsye për në sen kur thot jo, kështu që çka është arsyeja që Alinda i po thot jo? them që ka diçka të keqe absolut sepse këndojnë shumica e estradës, edhe këngëtarët e mëdhenj, edhe krejt, po nuk e di pse nuk e gjej një rati më shku me kënu një lokal, një lokal vogël, një diçka që është me këndu deri vonë, me shumë pije, shumë sane, nuk e di pse s'm flan. Thjesht s'm flan një ta kaq. Nështë edhe është përgjigjem. Kaq, u kryo atë, kaq, e pat nuk kam gjatë vete. Nështë festa diçka që janë më të veçanta, ose si, për shembull, 28 nëntori, ose
festa jone, e dita shlirimit, Kosovës, e këto në 8 mars, këto që janë pak më të veçanta, ato po, ato janë diçka më të mira, më të mëdha që i pëlqejnë nështë më shumë. Tash nuk po di çfarë këngë me shtime më kënu. Edhe diçka jo Jo, pas ti vesh me kënu. kur të nalim nga mira këna me të shtime Akona i kënu. baksheshan, ai zan vllanium të kënu. Unë s'kam kur gjush të vish në këta të poqin. Ti fisim kameruana. Okej, cilën këngë po do me na kënu pra shtash? Dhe një këngë. Ose një balad, ose një diçka. Do ta këndoj një këngë. Okej. Tente sepse është një grup që më pëlqen. Më duket që ata e kanë lënë muzikën nëse s'gaboj, por Do po kthehen, do po shkojnë, nuk e ata di. kanë pas këngë të mira dhe janë që sot hala dëgjohen. Okej. Apet po të përshtatet edhe ty që kjo këngë. Hajde kështu në cilën po na kënaq. Je me bukura në këtë bot, o për ty sëm të qaj këtë got, 200 dite, hiq ma pak, unë oj mjeris jom rehat. Je me bukura në këtë bot, o për ty sëm të qaj këtë got, 200 dite, hiq ma pak, unë oj mjeris jom rehat. Nështë të sëmë shtemami kënu i shumë. Jo, e krejtëm. Vishë dhe një pyetje, thuj se erdhëm të fundi edhe po të unë ta bosh pyetje, e këthe për ty sonte që i këtë gota, e që në Arlinda në erë në i gotë? Se di, nështë ta na i herë me shoqni, ama shumë rrallë, se jo. Okej, dhe përta nuk i preferon? Jo, s'është që i kam na i diçka, po thjesht së mpihet rrallë, na i herë nështë ta me një shoqni mësë më do. Sa je kështu që delu se jetën e natës e frekuenton heq? Jo, heq shumë. Jo, pse as kur kam qenë është edhe adoleshent ose që dalin zakonisht qikat kështu shumë nuk di pse më konë qësi tipi që si kum preferu shumë jetën e natës. Ka njerë del me shoqni, nështë ta pak ma herë që mu këthy 10-11 të shvija. Edhe po dal, po jo ashtu, nështë ta që dalin non-stop jo. A nuk të pëlqen vet? Nuk më pëlqen vet, jo, së më pëlqen vet, se është që kam në ndalesë absolut kur se kom pas. Po vetë së më pëlqen. Ty edhe me thonë ju të që është e bën? Jo. Që ma mirë që nuk thët me kush jo. Unë jam asë tipi që bëj që du, po gjithçka shkoj me, që me thonë, me një masë që do që është e mirë. E bën, që Se diçka që shumë une, për shembull jam një stëgë, më thini ta hajde pim kafe, unë edhe zi makinën edhe vi, pim kafe dhe kthejna një stëgë. Për një kafe që është vjen prej stokut. Pa problem, po. Nështë ta është shumë me egzageru, me nej deri në mëngjes, jo. Kështu që ka mirë, shoqnia tu pas kanë derën që me pas një shoqe të tillë, kur do që e thirr më kona aty për ty. Po, e vërtet është. A ka raste që thirrën shoqet ose ne kush prej shokëve që janë da e hajde kënëna? Se është me pas një shoqe në rreth që din me kënu dhe mund da, para më do me thirr ata me të kënu, edhe me kënu dhe me kaj të dyjat bashkë. S'm ka ndodh, nuk më ka ndodh, jo. Jo, s'm ka ndodh, s'pëdi. Nështë ka pas në i raz diçka, hajde pim kafe, rrim, qajmë halët, po më të ndu jo. Po për me kënu jo, okej. Jo. Kështu që ti nuk pishtishe me kajt, pra unë më isha atë proceduren. Jo. Kam sa ma ritmike. Sa ma gjallë. Sa ma gjallë. Arlindo më du me të pak edhe për planet, se veqina në fillim të vitit edhe normal që gjithë cili artisti ka ato planet e veta, se qka ka me bërë, që ka me shku viti, po përveç darsmave, qka ka diçka që ka me pro Arlinda. Po, i thash ma herët, janë disa projekte udhës, sepse nuk i lansova për shkak të festave dhe për shkak që ka pas shumë këngë, shumë këngëtare, kështu e lash mas vitit të ri, do t'i lansoj disa potpuria, këngën me babën gjithsesi, edhe disa këngë të tjera, kështu që vazhdimisht do të bëj këngë edhe do t'jem aktive. Kështu që tash i kena ofër 17 shkurtin, festat e marsit, a i e kësajde a kemë bëshku t'i kun jashtë? Besoj që kësajde, sepse i kam disa oferta dhe këtu dhe jashtë, ashtë të shofim qysh po përshtatem me datat edhe me kohën. Sigurisht për epopej gjithmonë jam ndrenis, nuk shkoj absolut askënd, me ma dhonë krejt shtoj botën. Kam qef me qenë prezent edhe më ndej shofim për të tjiret. Kështu që nga. E fundit, nuk nguci ma, e përmende epopejnë, e përmende që s'ki share pa kohë ndrenis, kështu që e njësa me këngë për përfundojna me këngë, kështu që për me jeto nga Linda një këngë për epopejnë, për që këngë për Skenderajnë, qka do të dënë kja, e unë e kryva. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thur këngë. Me i thur këngë bashkë legendarit, ti këndoj Adem Jasharit, ti këndoj. Tarsa vjet,
Tar sa vjet se shepre kazin dhe reqakun, tar sa vjet se shedrenicën, tar sa vjet dhe Mitrovicën, tar sa vjet. Nuk po ta qare, une pa një edhe njëherë, për me thonë faleminderit shumë. Faleminderit shumë, që e Anita, kom unë thot. nuk naqa. Mendoj që shpresoj që kemi përçu mesazhet mira tek njerëzit, edhe jemi mundu të flasim diçka që ja vlen. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, sukses edhe juve. Faleminderit shumë këna cilë për neve që të kena postën të po të bu, Faleminderit shumë. e miru ta kuf shumë apet. Faleminderit. Edhe inshallah të thirrëm nëherë me dhe iskere next ta për marrë me pikaf. Patjetër. Kështu që mish të gazetës Demos të podcastit të po të bo, kaq këshim ne, shihemi javën ardhshme. Tung tung. Tupo. Tupo. Tupo.